Sonte, Shqipëria do të performoj në skenën magjike të Eurovision 2026, ndërka që këngëtari Alis Kallaçi përfaqëson vendin me këngën Non, duke kërkuar një vend në finalin e madhe që zhvillohet me 16 maj dhe që këtë vit mbahet në Vjenë të Austrisë për emocione dhe shumë çka. Do të flasim së bashku me kolegun ton Agon Rexhepi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi gjithmonë. Me kënaqësi që në lidhje direkte kemi Erdi të ecim, gjithashtu gazetar dhe pjesë e ekipit të Eurovision. Mirëmëngjes, Erdi. Mirëmëngjes e gjithëve. Cilat janë emocionet e ditës së sotme? A ju kanë kap ato drithërimat? Na kanë kap, jemi të emocionum. Dje kishim jury show, ku isha edhe unë pjesë në arenë, pra kisha biletën për ta shikuar showin që ishte për jurin. Kurse sonte, kuptohet çdo gjë, jemi të emocionum, flamujt I kemi gati, me nxi përpresim dje koha dhe të fillojmë. Për ndryshe, erdhi dje kemi pa disa video që kanë qarkullu nga performanca ti para jurisë ndërkombëtare, pra të Alisit. E pat një veshje shumë interesante për ndryshe, diçka që nuk kemi mësuar me pas, në çdo paraqitje të Alis deri tash ka qenë kryesisht veshur me të zeza. E dje ke pak më ndryshe, po përveç kësaj, me çfarë sa mujta me lexuar në bazë të komenteve dhe në bazë të disa rishikimeve që I bojnë analistët le të themi ose ndjekësit ose admiruesit e madh të këtij festivali, ke vokali ti I jashtëzakonshëm. Kështu që kallëzojmë qyshëm pritshmëritë realistike, që shkoj performanca dje, a kemi shansa për një vend në finale? Kostumi e para është prapë në ngjyrat e errta, mund ta themi, edhe pse nëse nuk është ngjyrë e zezë, është një ngjyrë e hiri me detaje shumë të bukura e punuar. Mu personalisht kostumi I Alisit më ka pëlqyer shumë, kurse dje nga ana vokale, me sa dëgjova unë që isha në arenë, Alisi e ka kënduar këngën jashtëzakonisht mirë, pra nuk ka pas asnjë pengesë në stonim ose një problem teknik që mund të themi që mund të ndodhin shumë herë, sepse janë ende provat, edhe pse është gjysmëfinalja e jurisë. Alisi ka kënduar, ka interpretuar mirë, skena është e bukur, kemi disa detaje, nuk e di sa e keni pa ju në rrjetet sociale, por besoj se shumica veç se është ka dalë në pah, të më thënë se është skena e Alisit. Nisim me një skenë të errët që e tregon edhe errësirën e mallit që njeriu shumë herë ka larg shtëpisë, sidomos për nënën, dhe pastaj në skenë bashkohet aktoria e njohur që është pjesë me Alisin në performancë, pra Alisi nuk është vetëm në performancën e tij, por gjithsesi ai do të mbështetet edhe nga një kor I gjerë grash dhe burrash në skenë, mund ta them si detaj. Pra nuk do të jeti vetëm në skenë sonte Alisit, do të ketë dhe korin e grave. Po, do të jetë, do më thënë, kori do jetë në mënyrë ndryshe, nuk do të jenë prezent në skenë, po do të jenë do më thënë, fizikisht nuk do të jenë skenë, po do të jenë me Alisin në LED wall. Gjithashtu është edhe një detaj I rëndësishëm që mund ta thek, ndoshta që unë personalisht me sa e pash, do më thënë mu ishte një rënqetje për mua detaj ku e pash aktoren që është me Alisin, është me kostume kombëtare. Që përfaqëson nënën, dhe është një detaj shumë I rëndësishëm në fund që nuk dua ta thek tani, që besoj që është shumë I rëndësishëm, një detaj shumë I rëndësishëm që e shpalos të gjithë të vërtetën e mallit dhe edhe tash më emocionova për nënën dhe për familje. Mesazh shumë I rëndësishëm kjo edhe këtij edicionit të kaluam. Po na e dina, po ne me gjithë respektin, sepse te e di që punon edhe për një platformë evropiane që përcjell tash shumë vite Eurovisioni, po konsideroj që Eurovisioni ndër vite është shndruar në fal mediumi më shumë politik se sa artistik, se sa kulturor. Edhe ashtu që Seko dhe Dia Vloriani që kemi mësafir të na tha që kryesisht ka ndodhur sa ai krahasoi përvojën e vet kur ka qenë pjesë e ekipit disa vite më parë, tha që Shqipëria nuk ka vokal mjaftueshëm në tavolinat e rëndësishme për me I marrë këto vota për këtyre shteteve. Am kallëzon pak a shumë sa I beson të kësaj dhe qysh po shkojmë përgatitet mbrapa të lobimit të shënisë për me marrë një votë, sepse prapë themi artistikisht Alisi në gjykimin tonë tepër jo profesional, sepse profesionistët e kanë thënë punën e vet, e kanë bërë punën e vet dhe do ta bëjnë votimin e vet, por na si publik mundem u fasionu nga performanca e tij, por ndoshta kërkon një farë angazhimi politik.
kjo çështje. Qysh është aty çet pjesë, a duhet me lobu Shqipnia pak më shumë, a duhet me investu Shqipnia pak më shumë në aspektin e marketingut, në aspektin e diskutimit me të hujt? Besoj se po, marketingu është një pjesë shumë e rëndësishme e gjithë rrugtimit të Eurovizionit, jo vetëm për gjysmë finalen që jemi ose për finalen, po e gjithë rrugtimi që nga fillimi deri në fund në fakt duhet jetë një PR i rëndësishëm për artistin dhe sigurisht duhet të mbështetet artisti, po fatkeqësisht ne jemi në një shtet të vogël, si Shqipëria, si Kosova, si të gjitha shtetet ballkanike. Pra, një problem të tillë me buxhetin nuk e kemi vetëm neve si Shqipëri, po kanë shumë shtete që janë në fakt pjesëmarrës. Ka shumë pak shtete që mund të lobojnë për këngën e tyre, siç në fakt duhet të lobohet. Ndërta është për shembull Suedia, me shumë gjasa që shumë herë edhe nuk ka nevojë të lobojë sepse është favorite që në momentin që shpallet kënga për shkak të kualitetit të lartë që kanë në festivalin e tyre. Kemi Spanjën që hedh shkojjar shumë lek. Edhe pse këtë vetë Spanja më e tërhequr. Ashtu nuk janë. Një shembull i tillë shembull i tillë është edhe Izraeli, që në vitet e fundit ka hedh një monedhë të madhe të lekësh, le të themi, për marketingun e këngës e për të kërkuar vota. Konsideroj që kjo është e nevojshme. Sa përket Izraelit, unë konsideroj që është e nevojshme. Më fal Erdi. Po. Ka ndryshu këtë vetë kjo pjesa e PR-it të marketingut që bën Izraeli që ka bërë për 2 vite radhazi. Ka ndryshu kjo. Tashi është një rregull e re që artisti nuk ka të drejtë të kërkoj vot në mënyrë, le të themi, me video që të kërkoj vot nga publiku. Është një rregull e re që është shtuar vetëm për shkak të Izraelit në 2 vitet e fundit. Më falë, ma herë që ndërpreva, po për shkak të lidhjes, po jam pak më bon këtej. Çka dosha me thonë është që pikërisht për shkak të Izraelit, këtë vetë mundë me vret një bojkot që nuk ka ndodhur qysh për vitet 1970 me çfarë sa mujta me kuptuar, dhe rrjedhimisht kemi një numër më të vogël të shteteve pjesëmarrëse, pikërisht për shkak të ashtu që po konsiderohen standardet të dyfishta të transmetuesit publik që organizojnë edhe krejt këtë festival. Çka po ndodh është që Rusia është përjashtuar nga gara për shkak pushtimit ndaj Ukrainës, po njëjta nuk po ndodh me Izraelin dhe ka shumë shtete që janë duke bojkotuar. Përveç shteteve që vetë se nuk janë të transmetuar festivalin, përveç shteteve që janë tërhequr nga gara, ka dhe një numër të konsiderueshëm të shtetarëve evropian dhe jo vetëm, që janë duke protestuar, që janë duke lobu vazhdimisht kundër pjesëmarrjes së Izraelit. Apo vrehet ky bojkotim edhe atje në aspektin organizativ, në mobilizimin e qytetarëve të Vjenës, edhe qysh është këtë që ndodh për herë të parë qysh për vitin 1970, pra ka dikun 50 vite që nuk ka ndodhur një bojkotim i tillë i festivalit. Po, e para si ndjesi definitivisht ndjehet mungesa e 5 shteteve të themi të rëndësishëm që nuk janë këtë vetë në Eurovision. Kurse si mobilizim diçka të tillë në qytetin e Vjenës, unë personalisht nuk e kam parë, le të them diçka të kundërt, po sigurisht ka një mobilizim pro-izraelite, që shumë herë kemi pa këtë edhe në edicionet e kaluara, që paguhen njerëzit, i blehen biletat njerëzve që të shkojnë dhe të bëjnë tifo për Izraelin, ndoshta edhe pse janë Izraelit, ndoshta edhe pse nuk janë Izraelit, do të thonë, është një marketing i tillë. Kurse kur kthehemi në bojkotim të Eurovisionit, shtetet që janë tërhequr nga Eurovisioni këtë vit, 5 shtete, nuk janë tërhequr vetëm për arsye se Izraeli është pjesë e Eurovisionit, por janë tërhequr në njëjtën kohë edhe për shkak se si është trajtuar e gjithë tema delikate që shkon për rreth Izraelit. Pra, nuk është vetëm pjesëmarrje, por është pjesa e marketingut, është mesazhi i këngëve, domethënë janë disa gjëra që e përcjellin. IBU-ja në këtë është organizuesi i Eurovisionit, e bën një dallim të tillë mes Rusisë dhe Izraelit, mes ECK dhe TEC, të thotë që kanali shtetëror Izraelit, që është Kan në këtë rast, ka një dallim të madh me me kanalin shtetëror rus, që nuk është ndikuar nga politika dhe shumë herë është kundër politikave izraelite. Pra kjo është, le të themi, fjalia shumë herë e përdor IBU-ja për kundër, sepse merr ende Izraeli pjesë në Eurovision, e pse
Unë e kam veç edhe një pyetje Gonxha nëse më lejohet. Edhe një pyetje se na po ne kemi lexuar për disa portale vendore dhe jo vetëm punën e refuzimit të Finlandës, ekipit të Finlandës për me dhënë intervista ose për mu deklaru për çfarë do media serbe. Është lamë në kuptu që kjo ka të bëj për shkak të pushtimit edhe për shkak të gjenocidit serb në Kosovë, duke pasur parasysh që Finlanda ka qenë një prej shteteve që më së pari nësha kanë reaguar qysh edhe në vitin 98-99. Më intereson me ditë, a ka të vërtet diçka në këtë mes, sepse çka kom vrejt është që këngëtarja në fjalë emrin e cilit e harrova për shkak që ka emër finlandez, por ajo vetë se i kish, domethënë ishte duke ndjek në Instagram përveç që Daorës Dua Lipës kish edhe grimere nga Kosova, të cilat pra ishin dhe po ndiqeshin njëra me tjetrën. I pa 2-3 grimere që unë i pashtë përbashkëta bashkë me këngëtarën. Kështu që a ka diçka të vërtet dhe është të vërtet që Finlanda nuk ka dhënë intervista për Serbinë për shkak të pavarësisë së Kosovës? Së pari, prezantuese e Finlandës është në këtë rast është Linda, edhe tash se mbjemri në kompjutorit të mu, është Linda. Unë këtë e pash edhe unë si lajmë dhe besoj se ky lajmë me shumë gjasa doli në momentin e tapetit blu që ndodhi të dielën, se intervistat janë dhënë nga artistët në atë moment. Unë personalisht mund të them që nuk e kam parë një gjë të tillë, sepse edhe unë kam qenë aty si media, po sigurisht ishim të ndarë neve si media që jemi ndryshe, ata shtetërorë ishin në vende ndryshe, unë personalisht me sytë e mi dhe me veshët e mi, një gjë të tillë nuk e kam dëgjuar. Po çka është e mundur që ta të jetë zanafilli i kësaj lajmi, ndoshta është se Finlanda është favorite, dhe unë që kam parë në gjithë të raundin e intervistave, ata nuk kanë dhënë intervista për shumicën e mediave. Pra jo vetëm Serbinë. Ashtu, do të thënë shumicës nuk i kanë dhënë intervista sepse kishte kërkesë shumë të madhe për Finlandën që t'i jepnin intervista, ata unë me sa kam kuptuar i kanë dhënë vetëm kanaleve më të mëdha si BBC që janë Evropës dhe atyre finlandeze. Dhe nuk i kanë dhënë intervistë shteteve tjera me aq sa kam kuptuar unë nga mediat e tjerë që ishin përreth meje. Qartë. Jam nuk ka ndërlidhjen, po nëse takohem unë me përfaqësuesit, besoni se e pyet, po. Nëse nuk e bëj unë këtë pyetje, do ta pyes edhe delegacionin shqiptar që është në arenë së bashkuar që ta bëjnë që ta qartësojmë këtë gjë. Erdhe, unë nuk e dia është algoritmi em, apo çka është pyetje veç ma që goxha favorit dhe Shqipërinë. Sa i ka gjasat Shqipëria që me Alis dhe me këngën e tij non të paktën nëse nuk i ka gjasat për fitore, masi që Finlanda qenë ka favorit, sa i ka gjasat që trenditet lartë? Tashi, një mesazh që mund ta kuptojmë i mirë është bastet e Eurovizionit. Shumë herë bastet ja qëllojnë se kush mund të dalë në finale. Domethënë shumë herë 9 shtete nga 10 bastet ja qëllojnë se kush mund të kalojë në finale. Neve dje para performancës së Alisit përballë jurisë, neve ishim në vend të 9 nga 15 shtete në gjysmëfinale. Kurse sot në këtë mëngjes, në këtë çast, Shqipëria është në vend të 6. Wow. Rrit 3 vende në krahasim nga mbrëm. Kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm që tregon që me shumë gjasa juria ka reflektuar për këngën e Alisit. Kështu japim edhe e kuptojmë edhe ne si mesazh, domethënë që jemi si media me vite tani, kurse gjasat e Alisit unë besoj që mund të kalojmë në finale, edhe pse është një finale më e fortë në gjysmëfinale, më falni, në krahasim me asaj të parës, është një gjysmëfinale më e fortë. Fatkeqësisht nuk kemi shtete sistemi komshin. Shumë për krah. E kemi ndoshta vetëm Rumëninë, Bullgarinë dhe Çipran, ndoshta edhe Maltën deri diku që mund të presim pikë më të larta se kemi dyshim që edhe si lidhje shumë herë votojmë njëri tjetrin, kurse shtetet e tjera që i kemi fatkeqësisht nuk janë shtete që na votojnë shumë herë. Po gjithsesi kemi vetëm 15 shtete në këtë gjysmëfinale, unë besoj dhe t'ja dalë dhe të kaloj në finale, kurse për finale pritshmëritë unë i kam pak më realistike, nuk kemi një parigjet për ta fituar Eurovisionin,
po uroj që të paktën ndoshta të jemi afër edhe suksesit të Shkodrës Elektronike. Unë për vete kisha pas shumë qef me pas lëndrimin në Eurovision. Mendoj që është personazh ose artist që përshtatet shumë mirë me formatin. Edhe është më ekspresiv, edhe është shumë më i përshtatshëm në aspektin e talentit të tij dhe shfaqjes për festivalin. Pse jo? Dyert janë të hapur edhe për lëndrimin, mund ta provoj, mund ta bëj një këngë, ta provoj, të shkoj në festivalin e këngës, edhe ndoshta ta fitoj, pse jo? Po sukses Alisit. Pa dyshim, suksese Alisit. Faleminderit Erdi shumë që ke qenë së bashku me ne gjatë këtyre momenteve. Të përshëndesim shumë dhe mirëtakofshim me lajme të mira në ditëve të tjera. Shumë suksese Shqipërisë. Shqipëria përfaqëson gjithë shqiptarët, jo vetëm Shqipërinë, përfaqëson Kosovën, shqiptarët në Maqedoninë të Veriut, shqiptarët në Maltëzi, shqiptarët që kemi Lugin Preshevës, Qamrin, diasporën dhe gjithë ata që kanë mundësi le ta votojnë ku do që ndodhen shqiptarët, le ta përkrahin non, sepse bigjitha është një këngë e cila na ka emocionu të gjithëve. Sa për dijeni, ndoshta edhe për fond, ata që jetojnë në shtetet jo pjesëmarrëse të Eurovisionit, votimi vetëse është hapur për ta mbështetur këngën e Alisit. Pra, nëse jeni në Shtetet e Bashkuara ose Kanadë ose shtetet jo pjesëmarrëse të Eurovisionit, në këtë rast edhe Kosova, mund të votoni që tani për këngën e Alisit në esc.vote në website-in dhe votat e juaja do të regjistrohen me njëherë. Kështu që faleminderit edhe juve për ftesën, kënaqësi gjithmonë të jem me ju dhe uroj sukses edhe për juve. Faleminderit shumë. Akon faleminderit shumë që na solle këtë lidhje direkte me Erdin dhe takojmë përsëri nesër. Shihemi nesër, faleminderit shumë, kënaqësi e dashur. Jemi në fund programit me miq dashur, po presim dhe një herë Lorenën për të kuptuar se çfarë temperatura po më zotrojnë sot në Kosovë.